Prokuroria e Tiranës ka dërguar në gjykim 64 vjeçarin Isuf Hasa me akuzën e vjedhjes me pasojë vdekjen. Bëhet fjalë për ngjarjen e 13 janarit kur viktim në fshatin Shëngjergj mbeti 81 vjeçari Xhemal Meta. Sipas deklaratës së akuzës së Tiranës, ekspertiza mjekurigjore provoi se viktima humbi jetën si pasojë e dëmtimeve të forta në kokë, të cilat u shkaktua nga mjete të forta si çekiçi. Autori i pyetur dhe i ripyetur nga prokuroria pranoi se goditi fqinjin e tij pasi kishin pirë kafen e mëngjesit pas mllefit të akumuluar prej kohësh, duke qenë se viktima i thoshte shpesh se nuk ishte burr, pasi rrinte 4 ditë në punë pa ardhur në shtëpi e nuk dinte se çfarë bëhej me gruan e tij. Autori gjithashtu pranoi që mori edhe sasinë e parave që viktima mbante gjithnjë me vete, të lidhura në një qese në qafë. Për shkak të marrëdhënieve të afërta që ekzistonin midis tij dhe viktimës, Hasa ishte në dieni të faktit që viktima e mbante gjithmonë këtë qese me vete, të lidhur në qafë, ku gjendeshin paratë e tij, dhe pasi kreu aktin e vrasjes, u largua drejt shtëpisë të vajzës në Vorë, ku la armën e krimit dhe sasinë monetare. 64 vjeçari u arrestua 2 ditë më pas, ndërsa nga kontrollet e shumta të kryera në disa banesa të autorit dhe familjarëve të tij, janë gjetur dhe sekuestruar një sasi prej 200.000 lekësh, si dhe çekiçi me të cilin kreu vrasjen.